Ja ku jemi në pjesë të dytë, në avokatin Erald Daga, një rast i pa shpresë për avokat populli. Pse i pa shpresë marrë? Po se e zgjidh opozita. Po opozita e zgjedh, po çfarë thot opozita? Ha mërë që thot, opozita i thot si 4 veta, po, që të zgjedhim 2. Jo, unë do sjell ka dhe për të zgjidhni Besim Drejgjonin. Po dush i thot, se e bëm sezonin tjetër. I thot kjo, e mirë. Kështu ka ngel. Ose mban këtë që kemi. Po, ti edhe sa del në pension? Po, duhet ca vite si kandidat. Si po bëhet gallat me këta avokat e popullit. Nëse Erald Daga, avokat tepër i zotit fushën e vet, kandidat për avokat e popullit, dhe ka marrë numrin më të madh të firmave ndër deputetët e kuvendit këtij që ka mbaruar si ftar. Ne vazhdojmë me hallet e probleme tjera. Një hall i madh është, shfaqet sëmundja e brucelozës në Dibër. Pas murtajes baktive, konfirmohen 2 raste. Ore, këto dhënë, ti le dhënëve të njeriu? Mund të ngjisë njeriu dhënëve? Nga mjekësia thuhet dhënë të ngjisin njeriu. Po njeriu dhënëve? Po pse ka li njeriu? Po ka li majmuni. Ka shumë diska, se di. Lia majmunit... Po lia majmunit, aja njit majmuni dhënve. Jo, dërsa na e ngjit ne e ngjisim linë e majmunit dhënve dhe po linë e dhënve e ngjisim ne dhënve. Po se di. Po përpandaj. Problemi është tu që të shkretat baktin Shqipërisë ç'nuk po heqe, kaloi murtaja, kaloi po vazhdo bruceloza, lia dhënve besoj do t'i bjerë se dhe kjo sjell atë që neve e quajmë me të drejtë shpopullim. Pra, jo vetëm shpopullim, po edhe atë pjesën globaliste të ushqimit në Shqipëri. Nuk ka pse të ketë ferma këtu, nuk ka pse të ketë fshatar që mbajnë dele. Po, e bën me makineri i shtukin, edhe vjen makineri kështu, e pastaj të bë me direkt, po. Vjen mishi direkt apo? Me kështu me kauçuga, me qona, me. Po të vjen çfarë do dojmë, vjen i huaj, mishi jashtëm. Ri ai tash bariun me malit pikë të vapës. Se këta djegën dhe pyllin. Tash do ketë më djegën se s'ka as bari, s'ka as dele. Domethënë mbas mortajës, lis dhënve. Në brucelozës. Tash linë dhënve, janë gjithë njeriu dhënve apo nuk e di. Po të çka do hapësh kot. As nëse ti. Po s'jam mirë. Të lutem. Na ndro argumentin. Tabaku, domethënë bëhet fjalë për joritën. Paralajmëron krizën e sipërmarrjes së vogël. Shtresa e mesme është në luftë për mbijetesë. Urdhoni. Shtresa e mesme, luftë për mbijetesë. Jorita ka shumë të drejtë, sepse mua kur më ka zënë jo vetëm goja, lesh, më ka thënë që Shqipëria është oligarki. Do të thotë të gjitha pushtetet në Shqipëri kanë paktuar, ose një dorë me 5 gishta. Kjo dikton ekonominë, kjo dikton ligjet, kjo dikton politikën, kjo dikton çdo qelisë të jetës në Shqipëri. Në këto kushte, këta nuk lënë edhe atë brucelozën, se do e sillin mishin vetë. Edhe dyqanet vogla, jo, se edhe kafe në Tiranë, 3 duar i kanë këto rrjetet e mëdha. 3 janë. Ndërkohë që ti të shkosh të blesh vaj, para punës vajin e sjell 1 dorë, e dyta të blesh në supermarketet e mëdha. Patjetër. Ashtu. Është në mesme, e kanë kap vetëm 1 dorë aty, edhe e kontrollojnë shtresën e mesme. Shtresën e mesme. Edhe çmimet i kontrollojnë, kështu që më vërtet flet Jorida, mendoj unë. Po. Por do duhet që... Por nuk thot oligarki? Nuk e thot këtë pjesë. Thot ju, me fjalë. Nuk edhe në platformën... Si pushteti keq e Tiranës. Pushteti keq. Nuk edhe në platformën që kishte me partinë e vet. Nuk kishte një platformë. Ha se më kuriozove, kush kishte platformë? Askush. Po jo, po se them platformën që... Jo, që kishte partia e kësaj pra. Ha, çka kishin këta? Asë gjë s'kishte vetë. Çka kishte atë paketën e timsurisë? Ka shpejt harove? Po pse po ne dëm paketë për shtresën e mesme, për shtresën... Po se ishim me timsuri njërë, pastaj hapësh e zëmë. Po me dhimë suri që dëshaj mirë. Dëshaj. Paketa... Nuk e pas ke lexuar programin, kot debatoj me ty. Kështu, shtresa mesme... Aha, të kujtoj Barcolet me shtres, mund ta them? Po fuja. S'ka problem orari. Jepi. Sa? Po, jo, iqe fare, 0, iq. Barcolet from Armir Shkurti. Po binde komunizmi. Një nga djalë që kishte ikur nga Shqipëria, kishte ikur nga Shkodra ky. 87-ën. Po. Kishin 3 vjet ata, dinin që ishte në Amerikë, po s'kishin asi lajm asi gjë. Edhe dikur pjen telefoni, thon djali prej Amerikës, dele mama me shapka, biri nonës erdha këta. Masi u çmall dhe thot, po si po rron? No, thot jam shkëlqyshëm. Jam aq mirë sa se ke ide, thot.
Po si ndodhi? Po i ditë thot, keq isha me thënë drejtë në fillim fare. Marr thot një simite, edhe lyj me ndër me mut. E dalë të shtëpia bardhë. Po dilte, tha presidenti, ndalon makinë, thot, ç'a bën? Thash zoti president, nuk më del. Po leta jenë në Amerikë këtu, tha. Thirrë një nga ta, merrni këtë zotrin, tha, dhe instruktorni, edhe më futën sistem, tha. Kam shtëpi, kam makinë, kam dyqanet e mia, tha, jam krajl. Oh. Nëse marru këtë shkon në shtëpi, mbasi bisedon shumë gjëra, kishte ngelë muhabeti mutit. Po na e bëjmë ne, e bëjmë. Marrë këtë buk 40 që ishte e bukaceza, atëherë pren me riske. E lyn me mut, e pan që ishte pak. Se s'do na shofi, futëm këtë stres në mesme. Futëm stres tjetër. Po e bën edhe mut e presidenca, del Ramiz Alia, si çizi familja, hap i fusin dhëmbët. I bëfë. Dalor Ramiz atë. Ç'bëni tha? S'na del shoku Ramizi tha. Po ku ti dali tha stres e keni bërë? Stres e mesme. Stres e mesme. Tani mund si atë, që ishte me emblem. Ashtu, plasek, ja, syri. Filipinet ngren alarmin, trafikimi punëtorëve Filipinas drejt Shqipërisë është në rritje. Tash unë pata një rast javën e kaluar, bashkë kemi diskutuar, po të flasim pak edhe me publikun tim të dashur. Mund e presidenca kthehet një gocë me makinë. Si jote kishte si Citroen. Pam. Edhe hedhën tokë të shpërndarsin me motor. Shofun ishte filloi everything okay, kuptova dhe nga disa tipare, dukesh që ishte miku jon nga Bangladesh ose Pakistan, nga ajo. Ja, Hindustani. E mirë, i thash unë bas shumë peripecish them, të çoj në spital. No, my friend. No money. I thash unë, no, se ka bërë kryeministri ndërcefalës. You don't need money, no money. Kisha thënë se ai ishte no paper. Ishte këtu. Ishte i trafikun. Of, pastaj po mendoja. Po mendoja këta që shpërndajnë këto. Ta më dashta dje nga Bangladeshi Tiranë, më mirë se Tiranë, se ti thu, jam te Muhamet Gjollesh, jam te Gjomliku. Si të vjen? Do thotë kam su Tiranën. Ecin, shkojmë drejt qedet ka qenë një këngë. Ulja e popullsisë në Gjermaninë lindore, autoritetet strehim gati falas për parandalimin e shpopullimit. Dhe kjo ishte dëshpërimisht të bëjmë humor aty ku na vjen për të qartë, me këta Filipinasit që trafikojnë Shqipëri, me shqiptarët që shpopullohen, me ioritë që del dhe thot juve shtresa mesme, urdhë ku e ke, politik. Ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Shqipërisë, kjo politikë bëhet kështu duke rritur çmimin e panesave. 9.000 euro metri katror ka shkuar në qendër Tiranës. Ishte pak, po ishte një shtëpi që ushiste 1,5 euro. Po, prandaj po them. Këtu në Gjermani e ka bërë pothuaj falas, Gjermani lindore që mos i ikin njerëz. Ne që mos na ikin njerëz, i kemi bërë nga 1 milion euro. Po, 1 milion euro, shtëpi e mirë fare. Edhe ke, thot ai qendër Tiranës, me bajë të balkoni. Me pavje nga shtëpi tjetër. Nga këmshiu. Me pavje nga ç'kemi mirë, ha? Sa e ke marrë ti? Urdhëroj thotë, sa e ke marrë? I thotë, më fal se s'kam bateri të televizorit. Po i thotë, pllaf i ndro kanali. Ç'thash? Urdhëroj, kjo është politikë për kundër shpopullimit, kurse ne i shqiptar zëvendësojmë me Filipinas, po është diti të thotë avazi në Stradinit, e di? Ja. Kishte vajtur njëri në Stradini, në një dyqan dhe po i sharronte hekurat për të vjedhur. I thot njëri në Stradini, thot ç'e duke bër? Tha ka marrë një avaz, avaz domethënë muzikë po i bie kështu. Tha nuk dëgjoj. Avazin do dëgjosh nesër, i thaj. Mirë. Po i bie, po i bie qemanes, ta nuk dëgjoj avazin dëgjoj nesër. Kështu që avazin e kësaj nesër. Ec, të lutem, ec me ritmin ton. Cristiano, shikon këta dy burra Cristiano, i ka bërë inteligjenca artificiale. Jo ai organi që mendon ti. Do të thënë në sensin që faktikisht në fillim janë bërë me atë organ. Cristiano, ashtu si mendon ti. Por mendja e këtij organit këtu ka prodhuar me inteligjencë artificiale këtë foto. Tani teksti. Shikoni tekstin. Ti humbe. Rama i përgjigjet deputetit britanik me foto AI. Pra, Artificial Intelligence. Të pres me padurim në Shqipëri si të premtova. Si që ka premtu? I tha. E ka stil flirtimi Rama këtë. E ka stil flirtimi. E ka bambi godeti herë, pastaj bën miq.
Problemi është ku është Basti. Ne edhe shumë komike është fiksi puna ati që erdhi mesazhi në nije. Ka gris, ose këta që thotë kryetari i bashkisë thotë ka rënë zjarr Vareza dhe tjetri thotë është e qëllimshme. Edhe historia këtyre. Nigel Farage, këtu, i bërë me inteligencë artificiale, kuptohet, dhe thotë, në 48 shqiptarë britanik thotë janë burg, në asnjë mënyrë thotë Rama. S'është vërtet. Dhe kur thanë në asnjë mënyrë thashon, jo, po s'ka mundësi të thotë në 1000. I besoj kryeministrit. Edhe kështu ishte vërteta. Ha. Tha nuk është kështu raporti, tha. Vërtet janë aqta të burgosur, po janë shumë më tepër jashta, se Farage ka bërë censusin, edhe ditë që kanë gënjur, që nga dita e Barcelonës, tregoj një tjetër. Tregoj. Atë emisioni i fundit. I fundit po. Por e për në rëndësia. Hyn një vajzë angleze në një pub. Edhe shef një djalë simpatik, esmer pak shumë, të rritë freskët, si Kristi. I pëlqehen, i thotë ai të blej diçka, pin një ashtu, u ngrof muhabeti shumë, dolën 2-3 herë të tjera. Edhe një ditë i thotë, mua po më pëlqen shumë lidhja me ty, thotë. Edhe dua të afrohem më afër. Nga je, i thotë. I shkreti tash ti thoshte jam shqiptar, se po muti. I tha jam italian. Mos. Jo. Pse? Qa ke tha? Isha betuar ta. Isha betuar me italian, tha jo. Po pse tha? Kam pas një të dashur italian, një qazim, tha që shalot në uta. Shtu që? Farashit, kur është bërë censusi, i ca italian. Ca italian që ku di unë. Rama që i nis vetë, edhe që i pret, e di shumë mirë se sa shqiptare vetë, si mund tjetë, një kukës, një has, një dipër, në Britani që e ka, tamam e ti dalin, ku di unë, 60.000, jo, mërvla, se si e ka shpopullu këtë vënd, vetëm ky me të kuqe e di, prandaj ka fituar Bastin. Farage ka fituar Bastin që di saksa burgosur janë dhe ka janë. Këtu është ideja, kështu që të takohen të dy dhe bëni muhabet për qef, për lezet. Ta zgjidhin. Se kanë lidhur shumë. Me ne shumë të kanë lidhur ato, se ka du bje. Po. Po puna është ka vejgjë të keqë kryeministri. Farage. Kryeministri, janë tash. Që Shtu mreti. Mreti janë. Që përpiqet ti të rreqi pas vetes dhe bëj pisa figura. U përpoq me Trumpin. Po përpiqet me Farazhin, po nuk besoj që dhe Farazhi ta haj grepin. E dalim me kanatiere. Të lutem një tjetër, shqiptari me 50 dënime lejohet të qëndrojnë në Britaninë e Madhe, pasi krimet e tij konsiderohen jo mjaftueshëm ekstreme. Pra, se ai Farage mund të ketë marrë edhe këtë me 50 krime që për 50. I kisha ke Basti unë. Ka edhe shqiptarë të mirë që bëjnë krime të vogla, mos ta nxjin faqen. 50 krime ka bërë. Vetëm 50. Ky shqiptar i që bëga krime me avokat, pas ka avokatin që i foder kaq e ke limitin, edhe nuk pas ka të smirë. Me ambicje minimaliste. Të shpreza mërës Dhe pashe tjetër që kishte shpërndarë drogë, dhe kishte vu paketave drogës për marketing foto në Tony Montanës. Qa s'ka verë, është verë nëzet shumë. Ecë të lutem. Rinumërimi në Tiranë. Ky është ai që i tha të fusim penisin, tha. Po e tha me shaka, ta fusim në kopë. Rinumërimi në Tiranë. Bravo. Lëkundje sismike. Prit i herë se nuk e shoh mirë. Lëvizjet e votave te kandidatët për shkak të gabimeve njerëzore. Këtë e pata thënë që para 2-3 emisioneve. Jo, unë kam thënë që është për shkak gabimeve shtazore. Mirë, shtazore. Si ke thënë ti? Jo, që do justifikohen. Do thënë që është diçka njerëzore e kështu, sepse e mund ta ripërsëris, do ta ripërsëris shumë. Oj, koto të pyes, Kina kafsh, Kina thë. Kur mendova këtë, atje s'bëhet gabimi njerëzor, fare 100%. Po flas në Zvicër. Kafsh janë që gabojnë? Në Amerikë kafsh janë? Si gabojnë? Vetëm kene me nuk do rast Amerikë nuk i lanë gabojnë. Po kene si ndodh, njerëzit pse gabojnë? Apo vetëm sherofen, bravo, do të zotë në faqe ka më gatuar. Po se njerëzit tanë, duke pas një artist mret, kryeministri që udhëheq, të fillat e votimit kërkojnë pikturojnë edhe shfaqin gjithë talentin e vet. Vota është alfa e demokracisë i një shteti.
Gabon ai që voton. Po. Gabon ky që numëron. Pastaj fillon Gabon ai që merr pushtetin, jep ndaj tendër, fiton 1 miliard. Apo çfarë? Gabon mjeku kur të operon, Gabon e tjetër me tendrin. Gjithë Gabon pastaj pse se ka nisur Alfa këtu. Kur mos gabohet këtu, pastaj fillon sistemi dhe kullohet. Pra e thu, vetëm Shqipëri, Gabon tjetri ka me i fal. Hajde s'ka. Gjithë botë pagunë valla. Gabove numërimi, po si për këtë punë, ik në burg ose ik paguaj këtë gjë. Është gabim njerëzor. Njerëzor, mirë. Kështu na thoshin edhe kur ishin nëpër këtu fillore, gjimnaze, kështu. Ama se gabim, fale. Po, me këto gabime është ndërtuar sistemi, po them unë. Më nxirrit çik se me gabimin njerëzor, ja ku kemi, se nuk lexon populli kaq të larg. Dash do t'i heq non gratën Berishës, pikpyetje kjo. Se mos e merrni si deklarat. Ish zyrtari i lartë i SBA. Unë shkrua pa prova, ja si hiqet masa. Domethënë, pirt ka sem pirt, është ideja se unë shikoj që e para thot Dashi. Jo Dashi, jo, thot ish. Po pra, para thash. E dyta ishte Dashi, do bëj lidhjen. Nga Dashi ishim te Parisi, përfundum te Dashi. Digje çfarë bëhet me atë padin në Paris? E ka rrëzuar. Gjykata Parisit. Ku e ka rrëzuar? Se s'di si. Po pse se po thua ti? Ka rrëzuar, jashtë kompetencave ato se a thash kompetente, do bëj kështu se. Jo, kishte qenë jashtë kompetente. Jashtë kompetente. E pra se kështu i thoshim që është edhe i Dashi, dëshi thotë edhe një ish zyrtar. Po kemi zyrtarët me jo ishët, se me ish. Po. Edhe një që shet sufraqe në Texas kështu thot. Ja hiqet. Hiqet thot, dhe unë si. Bile teq dhe magjina i Texas. Teq në grada magji edhe. Dhe dali si një nga këto që ishte magji dhe kështu tha, vetëm muslimanë se ishte magji në Shqipëri. Po. Të i ta ditë çfarë doktori. Ec. Shikoni këtë Albi Kurdi sa i madhësh. Më gjeni një vend tjetër në Europë thot. Gazetari nxjerr blof Albinin. Jara Grimi, kryeministri i Kosovës. Shiko tash. Ishte biseduar se pasi se ke parë. Këtë ishte biseduar me Albinin, po shif se rridhe kështu ky. Rridhe kështu. Edhe i kishte thënë Albini. Tash më gjeni në Europë, tha një vend tjetër, ku ai që ka marrë pushtetin, tha, ka fituar më tepër se vendi i dytë dhe vendi i tretë. Edhe gazetare qartës në Shqipëri. Apo tha. I sa do të po dhe Maqedoni, apo. Gjithë Ballkanin, ai që merr vend e parë i do të gjitha. E merr Hoxha faktikisht merrte 99.99%, një alin darmiku. Dhe gabimit njerëzor. Se gabimi njerëzor e merr 1%. Qeni e futi. E veri thoshte 99.99%, domethënë kushturisht e gabim njerëzor. Kaq gaboheshe. Kurse në Shqipëri, Albini u hap kështu. Tha, më gjeni një vend në Europë. Shqipëria tha, ta u fik Albini. E mirë tha. Po dhe Maqedonia, mirë u fik. Po dhe Malizia, u tha fakt. Po kanë tha. Ec të lutem, ec. Se do ta mbyll me këtë edhe sezonin. Ta mbyll me pak, ja. Budapest, Pride, thyer rekord 200.000 pjesëmarrës në protestë. Parada e ndaluar e krenarist kthehet në manifestim kundër Orbanit. Po që do vinte dita që Orbanin ta largonin me byth, e kisha menduar ti? Jo, unë prap nuk e mendoj, që s'kam për të largu. Kështu që Rama është i mençëm që nuk ja u ndërpret këtyre gjonat. Po, është i mençëm. Se pushteti do byth vëlla, edhe Europa do byth. Në kuptimin do që do. Kështu ja Orbani i ka kundër janë çuar kanë protestuar kundër Orbanit. Po, ama Orbani i tërhoqi veshët edhe Këshillit të Europës, të gjithë këtyre dhe këta që kanë organizuar fushatën do marrin përgjegjësi penale, sepse është e ndaluar atje. Dhe prandaj është bërë keq Evropi. Jo, po ka një gjë që këta pas kanë gjetë protestojnë kundër Orbanit. Po, me ngjyra. Me ngjyra. Popull, neve e mbyllim për këtë sezon se shumë vap. Dhe e dim që ndërkohë që unë me Eraldin vazhdojmë grim tash ju keni dalë me nipër me mbesa me nga jakullore në dorë, edhe nuk ose edhe na shifni shumë, kështu që dhe ne ti vjen gjë do bëjmë. Lungo mare se është bukur fare. Lungo gjol, lungo mare, lungo çat dush ti, lungo, vazhdoni lungo, gjërat janë shumë mirë. Po të keni ne ashtu, ju flasim edhe në forma të tjera. Nga Cristiano Xhanari që këtë sezon, ashtu si 5 sezonet e tjera, ka qëndruar pinc. Angjit kemi, new entry, e cila ka bërë dhe ajo pjesë shumë të rëndësishme të emisionit. Gjetja këtë sezon ishte avokati Real Daga. Ma marrë në televizionet e tjera erës, për gjithsesi nuk ish pangë se kemi kontratë këtu dhe s'ka ku shkon. Ishte radhe kaluar në Itali, po. Jam mblodhi shefi vetë, do më thënë i biri.
Edhe unë Armir Shkurti, çfarë them? S'kam nga vete vi këtu në vap dhe tani sa të mbaroj emisionin dalë të freskohem, siç e thash, është zjarr. zjarr për televizioni. Natën verë të mbar.